Ki njeri, ki fenomen i krijuar prej Allahu xhelle xhelalu i quajtur Adem, pas këta saj që u zhvillu në javën që ka kalu, Allahu tash urdhnon me lajket me i ba sejdë. Me i ba sejdë, me ra për tokë Ademit. Wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adam. Bjerni në sejdë Ademit alayhis salam. Fasajadu. Ka thënë, ranë në sejdë, kanë ranë në sejdë. Unë tash jam të përkthit, jam të dashur. Nuk jam të bë koment të ajetit. Unë tash jam të bë përkthim. Sikur se me pas prit prej qielli shqip. I kemi thënë me lajkeve me i ra Ademit në sejdë, edhe kanë ra. Illa iblis, përveç dreqit, përveç djallit, përveç shejtanit. Aba wastakbara, ka kundërshtu edhe është ba mendje madh. Akana min el kafirin. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu, ishte kafir. Kafir përkthim pra, edhe këtë jam të komentu. Përkthim, kafir do të thotë mbulues i të vërtetës. Se i cili njeri i cili mbulon të vërtetën është kafir. Mundesh me pas sofër, mundesh me pas në shtëpi, mundesh me pas vëlla, mundesh me pas binak, mundesh me pas bab, nan, motër. A mbuloj të vërtetën është kafir. Këta ata që Allahu ju ka thënë kafirin në shumës, janë kuffar sepse mbulojnë të vërtetën. Jo pse i kanë 3 sinj apo 1 sinj, një më pak, një më shumë. Të gjithë janë kuffar sepse mbulojnë të vërtetën. E mbulojnë të vërtetën mbi ekzistimin e Allahu xhalla xhelaluhu. E mbulojnë të vërtetën mbi këtë se është fjala e Allahu xhalla xhelaluhu. Mbulojnë shumë të vërteta. Është kafir. Kur mos e mbulon të vërtetën, besoje. Mos e mbulon të vërtetën. Mos i rrit të vërtetës përpara. Besoje të vërtetën. Këto di fjalë të msheftën e së msheftës, vetëm di fjalë do t'i them për këtë dhe do të kalojmë në vazhdimin e komentit tonë të ajeteve në vazhdim. Atë që duket e din Allahu xhalla xhelaluhu, të msheftën e din Allahu xhalla xhelaluhu kri. Po msheftën e msheftësisë. Çka është mshefta e msheftësisë? Atë që ta kam thënë, e din ti. Kjo është ajo që duket. Atë që nuk ta thash, e di unë. Edhe e din Allahu xhalla xhelaluhu. Ata e mshefa unë. Kjo është mshefta. Nuk ta thash. Atë që e mendoj unë, atë e din Allahu xhalla xhelaluhu. Atë që e kam rujt prej kejve, edhe jam mundu me rujt prej vetës, është mshefta e msheftësive, edhe këtë Allahu e din. Pra me lajkëve ju ka thënë, a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Unë e di atë që ju e dini, unë e di atë që ju e thatë. Çfarë thënë me lajkët? Ki dirë gjak. Sa e di edhe ata që e kine në brendi. Atë që ju ndoshta se dini se unë po e di, edhe atë e di. Kjo sejdë pastaj është sejdë adhurimi i ibadetit, adhurim ibadet rit ndaj Ademit apo është diçka tjetër? E vërteta të vërtetave, sejdë e njeriut nuk i bëhet mori fund, por zbërthimi i problematikës neve këtu në dhomë, në sallën sonte, edhe për ato që do ta përcjellin dersën nëpërmet incizimit, duhet të dim të gjithë se kjo sejdë ka tretman në vete. Kjo ka tretman në vete. Këtu ne nuk flasim sejdë adhurimi, sejdë tekrimi, sejdë nderi, flasim diçka tjetër, krejtësisht tjetërsen. Flasim sejdë besimi. Kjo është sejdë besimi. Kjo është sejdë e kryerjes së urdhnit, ashtu siç je i urdhëruar. Ademi me pastan alayhis salam, me lajkeve, bjemnin sejdë, kemi pas me bisedu ndryshe. Njeriut, a i barat sejdë? Njeriut, a i barat sejdë? Ka pas me ndohë vetëm një rast. Ka pas me ndohë vetëm një rast. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law amartu ahadan an yasjuda ala ahad aw li ahad, la amartu az-zawjata an tasjuda li zawjiha." Me pas urdhnuan që njeriu sejdë t'i ban, kam pas me urdhnu gruan t'i ban burri sejdë. Në kjo s'mundet kjo. Pastaj që tërkuj ma sejdë nuk i bat vetëm Allahu sejdë. Mi pas thanë kështu, përshëndetne Ademi në shtarakisht. Po, mi pas thanë, ti prej me lajkeve, bjeri këti ujtë pje.
Njenit, shtroj sofrën. Qetrit, bëre sofrabezin. Ushqimet, lugët. Bani nder këti. Pse ka ra puna ka sejdja? Allahu ka desh në përmet këti akti, me urdhin e ti, me lajkeve sejdë me i badimit, të na tregon se unë jam urdhnuesi, unë jam ndaluesi, unë rrugët që i përdori, edhe urdhnat që i përdori, fjalët që i përdori, urdhnat e mi, janë urdhna absolute, çfarë ti ndëgjojsh ti, ke me i kri ata, çfarë ti ndëgjojsh ke me i kri, sepse unë jam ai Zot i cili, kam thënë për vete, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun, unë nuk pys çka baj, ju pyeteni për veprat e juaja. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Në mesin e këtyre melajkeve që e krynë këtë urdhën sipas urdhnit të Allahu xhalla xhelalu, për të cilën e morën vesh se çfarë sejdë pas ka qenë, është edhe Iblisi rrin drejt ai. Kur të bish në sejdë, dush mu laku me ra poshtë, me ra me ballë poshtë. Ai çka zbjen sejdë dhe rrugua jetë drejt. Shejtani ka me drejt. S'don me bën sejdë ki. Illa Iblis aba. Jo. Kështu jo. Thjesht jo. Nuk vjen sejdë ai. Çka do thot? Ai merr qendrimin e vet. Nga ai vetvetiu, ai merr kështu qendrimin, mos me ira, mos me e bë këtë urdhë. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ka thënë unë jam i krijuar prej zjarrit, kurse ki prej dheut. Ditën e parë të sejdës në tokë, njeni merr qendrim me bë sejdë, tjetri e merr qendrimin mos me bë. Njeni e ndëgjon urdhën e Allahu xhalla xhelalu, grupi tjetër nuk e ndëgjojnë urdhën, nuk e çojnë urdhën në vend. Pra ditën e parë janë di grupe. Mirë, sot sa grupe janë? Sot janë do të sejdës, do jo të sejdës. Prej ditës së parë pra, do e ka një imam dikën, do e ka një imam dikën. Se cili grup pra e ka imamin e vet. Më konë ta kishmi një shejtan këtu, e ta nxjerrim këtu, ta pysim tash, ta vem në karrikën e zezë të pyetjeve, ti kishmi thonë, së bashku që kishmi shtru, ti kishmi thonë, o ti i mallkuar, gruni anë dhe mjë në ta nxjarë. Po me qenë kejtë dy njoja zjarë në të në onë, ti ujë s'ke me pi, buk s'ke me ongër, si me ndonë ti kështu, pëmt anë zjarë mellën anë dhe, shtëpita në zjarë ndërtojnë anë dhe. E mirë, kushtrot shtrati me flet. Aja në zjarë shtrot anë dhe, kushtrot aj. Aj Allahu xhalla xhelalu fillon të na nxjerr neve, jo të na nxjerr, po të na merr mbrëndit tona, të na i kthen sit ka ki kopsht, edhe të mësojmë na se fillimi i jon ishte kështu. Ishte mirë, se xhenet. Fillimi i jon ishte mirë. Mirë po, mbledhja në xhenet, konferenca, mu'tamari, kongresi në xhenet, fillimi i parë është nda pa rezultat, janë rënë parlament. Njeni ti thot Allahu xhalla xhelaluhu, ti do të jesh zavensi, khalifja, shtuesi, ti filluesi, prej te do të rrjedhin qenë. Qetri ti thot pra bëri këtë sejdë, ati jam son emnat e këtë sendeve deri ditën e kiametit, ti do të bërin sejdë, ky bjen sejdë, ki qetri do të jo, unë jo, sepse kja dhaja, unë jam zjarë. Shejtani merr hise në këtë xhenet, në këtë kopsht. Çka ta merr menja? Po ishte ai shejtani, ai xheneti i përhershëm që do të hinë muslimanët mas ditës së gjykimit. Ata merr menja se shejtani ka pas hise aty, ka hise aty? Ja, si të hije shejtani aty. Çati si të hije shejtani një herë, si të hije. Unë po tregoj. Aty një Tita, aty një Lenini, Maxim Gorki, Nikola Tesla, Nikola Petla, Nën Tereza, Vlada, Gjura. Po s'kanë pëse mos hinë. E kam fjallën, tirë qelë o burë. Hini shejtoni në xhenet vetëm një herë një sekund, tirë qelë hapër për kejtë mo. Ati ka dhe kërrin këtu, edhe drejt mrena i picullët me kuvale me kejtë rasu. Sa është kështu? Nuk është kështu. Një, shejtoni s'ka hise në pjesëmarrjen ati. Kur asnjëherë, pra është argumenti i fortë se ki xhenet ka qenë këtu. E dita, xhamat të ri, të dashur të mi, argumenti i tretë, i fortë, i paluhatshëm, i palevitshëm, jo i smohot, i pamohushëm, është se Adem në xhenet kush hin, rregullorja Allahu thot, mo kur s'del. Nuk ka xhenet hinë ti. Kërë njoni në murja që, apo pëshloni një javë se la.
Në xhenet ka kështu. S'ka kësi mafi. Dush me kalëzu ku për shkon. Në xhenet ka kështu. Ka thonë Allahu ati xhenetit të përhershëm i ka thonë Jannatul Khuld, e ka emnin Jannatul Khuld. Jannatul Khuld do më thonë xheneti për kënaqësitë e përhershme, të pafund, të përhershme. Ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, lahum ma yasha'un. Nuk ka thonë illa. Në xhennet kanë çka të dojnë hyrësit në te, çka të dojnë, por nuk ka thonë përveç. Në xhenetin e përhershëm. A gjithë ka thonë, lahum ma yasha'un, pastaj ka vazhdu ka thonë. Për ata ka çka të dojnë, ka thonë, waladejna mazid, edhe prej neve shtesë. Kështu është xhenet, të shkon me një të vjen. Ka thonë Allahu xhalla xhelalu, janë disa të mira në xhenet që ti s'di me të shku menja se ato janë aty. Ka thonë waladejna mazid, në ta mtekën. Në ti bim ato shtesë që ti s'ka me të shku menja me i lip. Ato janë në hapësirat e xhenetit edhe në ti afrojmë. Waladejna mazid. Një nga ato me pa Allahu xhalla xhelalu. Një nga ato me pa madhinë e tij, bukuritë e Allahu xhalla xhelalu. Por këtu duhet të vëmë kujdesin. Për t'ja arrit këto duhet të vëmë kujdesin, apo se nuk shkon edhe ata me pa dhe shkopin e biliardit gjithë ditën. Nuk shkojnë gjithë ditën domina, pastaj shobo. Pastaj në xhennet mbrapje. Nuk shkon gjithë ditën shoqëri shejtanit me lajket natën. Këto punë nuk shkojnë kështu. Ka thënë pra Allahu xhalla xhelaluhu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان. شنو فرمان بردور قرآن الكريم terminin فأزلهما الشيطان I ka rëshqit shejtani. Ja ka pregadit terenin me rëshqit. Në përmet kuj? Në përmet vezvesës. Si largohet vezvesja? Veç të kështu A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah al-azim Astaghfirullah në qinere Thuj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu ka thonë la bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me dhikrin tim me thënë la ilaha illallah ju rrafshohen zemrat, ju qetësohen zemrat. Si të qetësohesh sa është vezvesja, sepse vezvesja edhe qetësia nuk mund të u bashku me një kolibe.